Kiara Tito dhe Luiz Zelli janë çifti më përfolur i momentit. Së fundmi, Kiara ka qenë ftuar në një emision ku ka ndarë me publikun detaje nga jeta e saj profesionale dhe personale. Ajo foli për projektin e saj filmik që po realizon së bashku me partnerin e saj, Luiz Zellin, duke zbuluar sfidat dhe emocionet që po përjeton gjatë kësaj periudhe të ngarkuar pune. Kiara tregoi se puna intensive për filmin e ri po e mban larg familjes dhe sidomos nga vajza e saj, Luna. Nuk takoj shpesh Lunën, ndihem shumë në faj. Rrëfeu ajo. Moderatori ashtoi se pavarësisht ngarkesës së madhe, po përpiqet të balancojë karrierën me jetën personale, dhe pse shpesh ndjen mungesën e momenteve të përbashkëta me vajzën. Filmi me Luiz Zellin duket se ka marrë shumë vëmendje që në fazën e parë të produksionit dhe Kiara ka premtuar se do të zbulojë më shumë detaje për publikun në ditët në vijim. Ajo theksoi se projekti po jep mundësinë të sfidojë vetveten në plane të ndryshme artistike. Gjatë intervistës, Kiara u shpreh se për te ekranit roli i nënës mbetet gjithmonë prioritet për të, dhe se malli për vajzën e saj e bën të ndjejë edhe më shumë përgjegjësi për të menaxhuar kohën dhe përkushtimin në projektet e saj. Luiz Zelli dhe Kiara Tito u njohin gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.